Përshëndetje të nderuar. Sonte këto po du me e bo një analizë të quaj më të thellë, gjithsesi gjithëpërfshirëse të luftës në Ukrainë, duke potencuar dhe nënvizuar faktor të rëndësishëm që e kanë pru punën deri këto, pastaj një trajtim të shkurtër të qëndrimeve të Evropës në raport me luftën në Ukrainë, si kundërshtuese apo dalluese nga politikat amerikane, si dhe implikimet e përgjithshme të kësaj lufte në arenën ndërkombëtare. Fillimisht po e përmendi planin 28 pikësh të Donald Trump. Pardje, ditë e njëjtë, një plan i ri i hartuar nga administrata e presidentit Trump i është dorëzuar Zelenskit për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, dhe i cili plan përcakton që Kijevi të lëshoj pa nga teritoret të cilat i ka pushtuar deri më tani Rusia. Ky është në thelb, në vija të trasha plani i cili i është dorëzuar Zelenskit. Por, para se të hyj në shpjegimin e pikës kryesore, pra të planit dhe implikimet e tij, megjithatë, këto, megjithëse që i thash këto fjalë, këto nuk dua t'i përsëriti fjalët dhe qëndrimet e mia të deritanishme në lidhje me problemin, sepse ato botërisht më janë të njohura. Por, unë këto veç dua të përforcoj atë që e kam ditur 100%, sikur vetë me i pas vizatuar dinamikat që nga fillimi i luftës dhe të cilën e kam thënë. Dua ta përforcoj faktin se lufta Rusi-Ukrainë përfaqëson një nga ngjarjet më të ndërlikuara të arkitekturës së sigurisë ndërkombëtare në shekullin 21. Ajo luftë atje shkon përtej përmasave të një lufte normale, klasike, territoriale. Aty janë duke u përplasur dy paradigma, rival, shumë të fuqishëm të randit global. Nga njëra anë është modeli liberal perëndimor, e nga ana tjetër është modeli konservator, me gjithë ambicjet neo-imperiale të Rusisë. Nëse çështjen e shikojmë edhe nga një lupë fetare, them se shikuar nga që kjo lupa e fesë, apo lupa qytetërimore, them se në betej, në konflikt, përtej të qenurit dy paradigma, si që thash në 2-3 fjalit e fundit, në betej janë bota ortodokso ruse, dhe në anën tjetër është bota protestante, anglo-saksone, që të dyja nga hemisfera e krishter. Bota e tretë, ajo katolike, dhe e katërta, bota muslimane, lindja e mesme, janë diku si spektatore, duke e shikuar zhvillimin e ngjarjeve në mënyrë që mendimi im është në një të ardhme të afërt të shikojnë se ka cila anë dohet pozicionohen. E them dhe marr guximin ta them në këtë fjali, sepse deri më tani asgjë nuk është e sigurt se çfarë do të ndodhë me këtë luftë, bile nëse themi, nëse flasim me syt objektiv të një njeriu i cili ka përcjell ngjarjet aktuale dhe i ka shikuar pastaj këto ngjarje aktuale nga prizmi i analizave të rrethonave historike të Evropës, duke i krahasuar me pjesë të tjera të botës, thjesht
duke e shikuar ngjarjen në Ukrainë, luftën e Ukrainës dhe Rusisë, nga perspektiva analitike, historike, me plot gojë them se Ukraina ka dështuar qëndrimi dhe investimi perëndimor, sidomos i Evropës, dhe fituesja kryesore në këtë luftë doli të jetë Rusia. Qëndrim të cilin her pas her e kam thënë nëpërmes rreshtave apo mes rreshtave të shkrimeve të mia e herë edhe nëpër videot e mia. Edhe pse e dini edhe jo se kam marrë kritika të papërmbajtshme, shumë herë shantazhe dhe ofendime të rënda, sepse unë po them se Rusia është vështirë të mposhtet, se pse nuk po them se Amerika ka me gjumhoz Rusien në Ukrainë, pse s'po them si që thonin ignorantët dhe gjahilët që nuk marrin vesh në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në konstelacionet as të vjetra as më pak të reja që po krijohen në botë, sidomos pas ardhjes së Donald Trump. Pra, kritikohesha pse nuk po flas me mendjen e tyre, apo me gjuhën e disa medjave perëndimore, sidomos amerikane dhe britanike, e që ato domosdoshmërisht ka qenë dasht dhe kanë folë sipas politikave shtetërore për t'i frye atmosferës në dobi të politikave të shteteve të tyre të perëndimit në përgjithësi dhe për të tentuar që të demaskohet dhe diskreditohet, më mirë të them, Rusia si dështuesja e radhës në këtë luftë me këto konstelacione kaq të gjera. Pra, kjo luftë nuk është luftë sikur të gjitha luftat. I përngjet të ridiku edhe luftës në Gaza, por është e dimensioneve më të rrezikshme, që kapin faktorët kryesor, të cilët përcaktojnë dinamikat në rendin global, në të kaluarën njëjtë, sikur edhe në këtë të riun që po krijohet. E thash këtë, sepse dinamika e këtij konflikti ndërthur në të dimensione historike meq të dashur, jo vetëm ushtarake, ndërthur gjithashtu dimensione ideologjike, geopolitike, strategjike, ku është bërë një rast studimi qendror për analizën e marrëdhënieve ndërkombëtare të reja, për analizën e teorive të luftës, teorive të reja të luftës dhe të transformimeve rrënjësore, rapide të sistemit global në të cilën po futemi. Shikuar nga të gjitha këto perspektiva që i përmenda, ju thash edhe në status, do të jetë një analizë serioze e gjithë asaj që ka ndodhë dhe po ndodhë, mbase edhe që do të ndodhë në Ukrainë, në rajonin e veriut të detit të Zi e shumë pjesë të botës si impakte, si faktor impaktesh të kësaj lufte. Diskursi rus, shikuar nga këto perspektiva, i ndërtuar mbi narrativën e një bote gjithëpërfshirëse ruse, Ruskej Mir, që e quajnë atë, synon bashkimin kulturor, gjuhësor dhe politik të popujve slav lindor. Një raun që e thellon edhe ma shumë problemin e Ukrainës. Putinizmi, apo doktrina e Putinit, sikur doktrina e James Monroe atje. Putinizmi kombinon elemente të nacionalizmit konservator, të euroazianizmit 2 dhe të antiglobalizmit 3,
të cilën Rusia, putinizmi këtë të fundit e sheh si armikun kryesor, jo kundërshtarin, por armikun kryesor. Bëri kësaj tash, Rusia është kjo, e ka këtë qasje. Ukraina, në kontrast me Rusien, vazhdimisht është munduar që të zhvilloj një identitet të ri kombëtar, jashtë hemisferës së ndikimit të putinizmit, që e thekson në mënyrë të dukshme orientizmin evropian, sovranitetin Ukrainas dhe antitezën ndaj imperializmit rus. Kjo përplasje ideologjike mes Rusisë dhe Ukrainës ka qenë dhe vazhdon të jetë, e nëse nuk implementohet plani i Donald Trump, do të vazhdoj të jetë katalizatori kryesor i konfliktit të deritanishëm dhe i konflikteve të reja të mundshme që mund të ndodhin midis Ukrainës dhe Rusisë. Është e pamundën që të kuptohen ngjarjet e mëdha, apo të them më mirë, është e palogjikshme që ngjarjet e mëdha që ndodhin në botë të shpjegohen vetëm me terme dhe me fjali të aty për atyshme që dalin si rezultate të konfliktit, pa marrë në konsiderat faktorin historik, pa marrë në konsiderat interesat e reja të fuqive të mëdha në përkohë të ndryshme, dhe e treta, pa marrë në konsiderat edhe dinamikat e reja të fuqive të reja që po bëhen përcaktuese të rendit global. Ky rregull, ky postulat, kjo aksion të cilën sapo e përmenda, dhe ju do ta kuptoni se është postulat, është aksion dhe është rregull i prerë, tregon se, shikuar nga kjo perspektivë, origjina historike e problemit Ukrainë-Rusi ka të bëj me origjinën e problemit të identitetit kombëtar, nacional, etnik, fetar dhe kulturor të rajonit ku është Ukraina aty. Pra, shikuar nga që kjo perspektiva e origjinës historike si problem identiteti, marrëdhëniet ruso-ukrainase janë të rënjosura thellë në histori dhe e kanë një farë korrelacionit të ndërsjellë të vazhdueshëm, që nga kohët e lashta e sidomos filluar nga koha e asaj që është quajtur Rusia e Kievit. Rusia meq e sheh Ukrainën si pjesë organike të identitetit të saj historik, kulturor, gjuhësor, posaçërisht nga koha e mesjetës. Nga koha kur feja pra ishte një faktor që përcaktonte identitetet kulturore të rajoneve të ndryshme. Ende pa u shfaq ideja e kombeve, mbase edhe e popujve. Ukraina, nga ana tjetër, vazhdimisht ka ndjek një proces të një vazhdimësie kombëtare e diferencimit nga presioni apo qasja hegemonike ruse, sidomos pas pavarësisë së vitit 1991. Pse përmenda kohën e mesjetës dhe kohën e pas vitit 1991 si element nga analizues, i analizuar nga perspektiva e origjinës historike dhe identitetit, sepse miq, deri në kohën e mesjetës, nëse i lexon burimet ukrainase, flasin se Rusia e tanishme nuk ka qenë asgjë tjetër pos
e një Ukraine, e një Kievije, e një Rusie të Kievit që nderi dhe madhështia i takon Kievit, e që Kievi tani është pjesë e Ukrajines si pjesë, si shtet i ndar nga ajo Rusia e dikurshme Kieviane e më pastaj edhe nga Bashkimi Sovjetik. Po çështja e vitit 1991, raportet e ndërthurura shumë herë dhe konfliktoze shumë herë midis asaj që quhet ukrainizëm dhe Ukrainë dhe kulturë ukrainase shpërfaqen më së shumti, duke mos mujtë të bashkohen, të identifikohen me një kulturë të vetme, këto ndasi, këto probleme shpërfaqen me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Ndoshta të nxitur edhe nga fuqi perëndimore, nuk e di, nuk e kam lexuar atë periudhë të historisë se çfarë ka vepruar Gjermania, Franca, Britania, Amerika me Ukrainën me njëherë pas përfundimit të Bashkimit Sovjetik. Unë e di se çfarë është bërë në botë në 20 vjetët e fundit para se të bie Bashkimi Sovjetik. Më saktësisht e dije shumë mirë nga vitin 1977, periudhë kjo, deri në vitin 1990, të cilën e kam lexuar shumë mirë. Ndoshta e kam gjetë pejin rastësisht, duke i hullumtuar shkaqet, arsyet dhe impaktet e marrjes nën kontroll të Kipros nga Turqia. Fakt të cilën e kam përmend shumë herë se kjo ka ndikuar në ftohjen e raporteve të Turqisë me Perëndimin dhe shkuarjes drejt ofrimit të pa imagjinueshëm me Rusinë. Nga që ky vitin 1977, ku në 74-ën mirët veriu i Kipros nën kontroll nga Turqia, e deri me shpërbërjen e perandorisë sovjetike e Bashkimit Sovjetik, e di, e kam punuar dhe lexuar shumë mirë se ka pas përpjekje, bile mos them përpjekje, po i gjithë potenciali strategjik, diplomatik dhe ushtarak i botës perëndimore në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë fokusuar mbi rrëzimin e mundshëm të perandorisë sovjetike. Por se çfarë ka ndodhur me njëherë pas rënjes së kësaj perandorie të Bashkimit Sovjetik Komunist Socialist, këtë nuk e di. Megjithatë, e di se pas vitit 1991, pra Ukraina ka punuar për një pavarësim edhe shtetnor, edhe identiteti, edhe kulturore. Prandaj thash në fillim të qësajt fundi që ka po e thëmë, nuk e di se që kjo iniciativë, që kjo përpjekje ukrainase, a ka qenë vazhdimsi e atyre bashkëdyzimeve dhe konflikteve kulturore të mëparshme rusa-ukrainase, apo nxitje nga jashtë për të ardhur deri te pika ku në samitin pastaj të Budapeshtit propozohet që Ukraina një ditë të bashkohet NATO-s dhe pason më pastaj 3 vite më pastaj në vitin 2014 invadimi apo pushtimi i Krimes si një përgjigje ruse, botës perëndimore dhe NATO-s se nuk do ta keni lehtë që Ukrainën apo rripin e Ukrainës deri në lart atje te Lituania e Litvia Estonia atje ta bëni një rrip apo një territor ku eventualisht mund t'i vendosni kokat bërthamore për ta kërcënuar Rusinë se herë që doni. Invadimi i Krimes nga ana e Rusisë ishte shkëndija e parë e një fuqie në ardhje, e një rimëkëmbje të Rusisë si pasardhësja e ish Bashkimit Sovjetik.
Shkojmë më tutje miq. Revolucioni i 2014-ës, i nxitur nga SHBA-ja dhe vendet perëndimore, portokall e limon e mërtime të ndryshme, është arsyeja kryesore nga perspektiva ruse, por edhe analitike objektive që çon në aneksimin e Krimës. Kjo është aspekti historik. Po nga perspektiva geopolitike, nga kjo perspektiv, Ukraina përfaqëson pikën kyçe të raporteve të fuqisë midis Perëndimit dhe Rusisë. E pa ta thonë në një video njëherë se Kurani thot el malu wal banun zinatul hayatit dunya, pasuria dhe evlat janë zinet, janë bukuria, madhështia e jetës në këtë botë, pasuria dhe evladet. Por me një vend tjetër thët tani janë fitne, janë sprov që të dyja për ju. Kurani e thët këto në ezel dhe që zbritet pastaj tek Muhamedi alayhi salatu wasalam ky ajet. Pra, me pas pozitë strategjike dhe me qeni pasën pozitë strategjike dhe me qeni pasur, nëse nuk e ke fuqin e mjaftueshme për ti se ndërtu, për ti gëzu, për ti mbrojt këto dynimetet Zotit, është sprov. Është problem, është provim. Pozita strategjike e Ukrainës me pasurit e mëdha nën-toksore të saj, dhe mbi toksore, me grune, me tërshane, me elbe, me plehra artificial për bujqësie, me ato të mire, në fond dolën, kur dol kjo puna e elementeve të ralla, doli se qenë ka një shtet shumë i pasur edhe me ato, e me pyje, e me plastik, e me dru, e me çka nuk i kish pas dhënë Zoti Ukrainës. Mirë po, jo mjaftu shumë fuqi për t'i mbrojtur këto gjana. Kur isha në Dubai, arshin do shok me na vizitu ka një herë, edhe u mahnitshin me ato ndërtesa gjigante të Dubait. Edhe natyrisht, si vizitor, valla u knaqet ju në Dubai. Por, kjo kategoria njerëzve nuk e din se të jesh pjesë e vazhdueshme e një ambientit të tillë është si me qenë në gojën e luanit apo si me qenë në një borg modern. Gjithmonë e sheh veten të huaj. Ti Gilanit, vllaja i Prishtinës, ja i Katunit këto, kur e sheh veten, e di se kush je, prej kajt ke ardhur, çysh je rrit, në një ambient madhështor, diçka shka s'mundet me përthoku edhe njeri që është lindë, është rrit në qytetet më të zhvilluara të botës, ti e nin veten gjithmonë të huaj dhe kur mos me mujt me pas pushim, kohë me pushue 2 minuta. Do me thonë burg, do me thonë kanal, do me thonë jetë e të mërshme e rand, para ata të cilët janë të kyçur në rrjedha pak më të shpejta, më të thella, po menoj të Dubai që shkimi qenë ne. Jo një punëtor që shkon në ora 8 në punë, kthehet në ora 4, e ka kryt më të rahataj, diçka tjetër. Po, diçka tjetër po du me thonë këto, miq. Edhe thejshin se këshirë çfarë fuqie, çfarë sene. Une, e kum dita, edhe atëherë ju kum kuptu këto sena, disa herë ju kum thonën do miqve ma të pjekun e që i kuptojshin senet e ma të afërt, thesha çka i dohet kjo pasuni, kur me dasht Irani për 24 orë e pushton edhe e bën rrafsh. Sepse disha une Iranin kush është ajo perandori persiane e dikurshme. Po kthehen atë Ukraina. Çfarë ju dashtën këto pasunie, këto fuqi, kur fatin e pas kesh pas të predestinuar kadan dhe kaderin me terminologji islame që ta ketë afër Rusin
e në anën tjetër ta ketë botën perëndimore, e cila e sheh territorin e Ukrainës dhe pasuritë e saj si një çardak, si një obor i botës perëndimore, nga i cili çardak dëshiron ta shoh dhe ta kontrolloj Rusinë. Sprov pra. Nga këndvështrimi edhe njëre po thëmë, geopolitik, Ukraina përfaqëson pikën kyçe të raporteve midis fuqisë perëndimore dhe Rusisë. Qysh, për Rusinë, Ukraina është një zonë, një tampon zonë kritike, ndërsa për NATO-n dhe BE-n ka qenë dhe vazhdon të jetë një test i zgjerimit dhe stabilitetit rajonal të Evropës duke e marrë në kontroll Ukrainën, gjë që Rusijës kjo i pengon. Interesi strategjik i Moskës për të ruajtur ndikimin e vet mbi Ukrainën është i lidhur shumë ngushtë dhe bazament kryesor i konceptit rus të sigurisë kombëtare. Dhe koncept ky i cili mbështetet në kontrollin e hapësirës gjithë post-sovjetike. Që i bie sipas kësaj se zgjerimi i bashkimit sovjetik në kohën e Leninit e pastaj Stalinit e pastaj Hrushqovit e senën e territorit që i ka pas e që i pushton edhe shtetet turke e i krijon ato Gjeorgjia, Armenia në këtë, domethënë pas ka qenë një strategji jo e rastësishme. Se deri që atje e ka pa kjo fashizoizmi rus e më vonë putinian, se deri që atje do të shtri ndikimin e vetë gjuhësor, kulturor, strategjik, ekonomik, ushtarak të përgjithshëm në përgjithësi. Rusia, gjatë kohës së bashkimit sovjetik, ka punu shumë në rusizimin e vendeve. Atje, ato toka, ato shtete turke të zami, Kazakistani, Tajikistani, pastaj Turkmenistani, Turkistani, atje, pastaj Azerbejgjani, ku nuk ka pas populatë ruse, ose ka pas veç pak, ka bë transferimin e rusëve. Ka qu rus atje, ju ka dhënë ndikim më të madh në mënyrë që rusishtja pastaj edhe në ato rajone të jetë gjuha e parë dhe rusët ta kenë primatin e kulturalizmit dhe ndikimit kulturor e nga ndej edhe politik dhe të gjithëbashëm mbi kombet dhe shtetet të cilat i ka shtinë në këthetrat e veta bashkimi sovjetik. Pra, një politik hegemoniste e njohur si pikpamje apo doktrinë slave. Shkijet të na, sërbët, e kanë bën njëjtë në Kosovë. Kanë prua sërbë pej Ukrainës, pej Bosnjës, pej Banja Lukës, pej Srebrenicës për para, edhe i kanë vendos në tokat dhe teritoret më të mira të Kosovës. Është një term profesional. Ma kujtoni në ndonjë koment, nëse e dini të lutem, si e ka pas emrin kjo politika hegemoniste serbe e kolonizimit të rajoneve të ndryshme brenda Kosovës. Njëjtë e ka pas kjo ideja slave e slavizimit të teritoreve në të cilat që interesa dhe shtrihet gjithandej. Nga perspektiva perëndimore, nga perspektiva ruse e pam çka është Ukraina, po nga perspektiva perëndimore, Ukraina është ose përbën vijen e parë të mbrojtjes së rendit liberal ndërkombëtar. Problemi më i madh. Në fillim të videos, nuk ka bërë të lësëm që kësë hati ora që pe këshyre, po rri pak në presion, po do të mënona mos me zgjatë shumë, që kjo beteja gjeokulturore midis neoliberalizmit dhe konservatizmit orthodoks. Unë e interesant, me gjithë që e di peshën dhe rëndësinë dhe rrezikun e këtyre konflikteve nga dimensione tjera, ushtarake, ekonomike. Unë e shoh më të thellin që ta. Bota neoliberale perëndimore
mos themi ka shkaktuar probleme, se unë tash si perëndimora, po ka shkaktuar tundje dhe dridhje tektonike në të gjitha kulturat ku ka mujt me shtrije ndikimin e vetë. Që ka prek në shahdamar, ka prek në zemër, në shpirt popoj e kombe, e shtete, e rajone, e kultura. Sepse ju ka hinje mrena. Burger Kingi, ajo tjetra, KFC-ja, mënyra e komunikuarit, e kam shpjegua këto me detaje, pat ma të zgjeruara, kur kam fol për dalimet midis asaj që është kultur dhe asaj që quhet qytetnim apo civilizim. Këtu nuk po hi ande. Si til që kjo kultura neoliberale ka shkaktuar dasht e pa dasht reakcion. Sidomos kur fillon të përdoret sekularizmi si një armë, për mua ma idioteske, ma rrezikshmja, sekularizmi kur fillon të përdoret si një armë për shembjen e traditave kulturore, të thesareve shekullore, të kombeve të vjetra të cilat jenë krenu. Dhe pasi jenë krenu, të ardhmen e tyre, të tanishmet e tyre i kanë ndërtuar mbi bazat historike, të asaj mburjes historike të së kaluarave të tyre. Sekularizmi, që ky neoliberalizmi nëpërmes sekularizmit dhe formateve të tjera i ka lëkund. Prandaj Rusia ose Kina, që besa dhe vendet muslimane të lindjes së mesme, asnjëherë, gjithë që ka pas deportime, në Rusie, në Indije, në Kina, tje të vendet arabe, ndikimi i sekularizmit, lëngatat e tij, nëse jo sa në botën perëndimore që e ka shemb besimin e njeriut perëndimor, lëngatat e këtij sekularizmit, të këtij neoliberalizmi janë ndje deri në një masë të fuqishme edhe në pjesë të tjera të botës, pra edhe në botën islame. Ky konflikt tash midis rusëve dhe perëndimorëve, midis konceptit konservator, ortodoksoslav dhe konceptit neoliberal, protestanto anglo-sankson, për mua në synin tem është betejë më e rrezikshme. Më e rrezikshme, më e thellë, që le që do trajtim serioz nga ne, që mirimi me këto probleme, mundohemi me i trajtu këto dhe me i nda me juve, por që do trajtim shumë serioz edhe nga njerëz akademik. Unë për shembull, po të kisha qenë, po më thëmë kështu, unë për shembull po të kisha qenë, se i bje diqy se po kam qef, Allah i mos thasht. Ministria e jashtme e Kosovës, edhe ajo në Shqipëri, si e kanë lexu, nëse e kanë lexu, e unë besoj se duhet me pas lexu planin 28 pikësh të Trumpit, o kanë deshtë me njëherë ekspertët në tavolin 24 orë. Drita mos më shtym në një zyre të Ministrisë Jashtme, edhe me u punu, dhe me njëherë me u organizu. Organizma, njerëz, me vu kontakte me ambasadën amerikane, me State Department, me Pentagonin, me shtëpijen e bardhë, që në atë pikën ku përmendet njohja që po e lejon Amerika njohjen e Donbaskit, e të Krimeses në si pjesë të Rusisë, aty Kosova me e shtru kërkesën, lutjen të thëmë, me e trajtu, me e provue, që kjo të bëhet edhe në kompenzim të njohjes së Kosovës si pjesë e një rëndësie të madhe strategjike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kisha bone me njëherë, kisha provue, ndosene e meq nga përvoja ime diplomatike, në plot kuptimin e fjalës. Në diplomaci, shiqoni tash Trumpi shka po bën. S'po t'ja pullat rregullave e tolmës e asaj që shimi mësu në të botën në ato ritualet t'i quaj, apo në ato protokollet strikte të neveritshme të diplomacisë. A ka gjama të vështirë për familjen mbretërore britanike,
për atë princin, atë mbretin, atë nusët, aty shka i kane, që edhe ka të hecin, edhe ka të qojnë dorën kështu, edhe ka të qantën, ka të mojnë gjithmonë në protokoll. Për çfarë jetë be është ajo? Ajo është burg. Jo rasisht ai princi, djali i Dianës, hec dorë pej të gjitha atyre beneficioneve të qenurit princ i familjes Bretër. A jetohet 24 orë të nën kontroll protokollar. Pra, për te i qësoj që po e thëmë, si shembull relaksus, për te i qësoj, do të te i kalohen regullat se a do të me i qu letera, nuk do të me i qu, do të me vepru me një herë këtu, do të me hinjë intervon, njerëzit e tonë në Amerika tje, ato lëvizni, shkoni dhe mundohuni, mos po mundemi me e fut që qështje. Sepse Amerika sot është tu u marë me probleme ashtë mëdha, si kur një biznismen i madh, që merret me projekte, plane fizibiliteti që kapin shifra, milionqe, 10 milionqe, a merret ai me naj problem aty 200 euro, 500 euro. Nëse ji jaf me shku me e binden, ta krym punën, nëse jo ai smerret me atë punë. Amerika sot është duke u marrë me projekte të mëdha, ndërsa ata të 100 eurove, 200 eurove, si Kosova në rastin konkret, do televizin që mos po nxjerrët dishka. Gjithsesi, të nderuar shokët e mi, shok e shoqe, Ukraina po shihet se është tampon zona dhe rajoni ku po ndahet bota. Edhe ju betohem se jo rasisht e kam thonë që në fillim të luftës. Ukraina po shkon mish për top. Ukraina është bo pelg, aren, ku do të përcaktohen fuqitë e ardhshme. Ukraina e ka humb luftën në ditën e parë që e ka nisën. Edhe kur t'ja nisën ti nuk jetë, ma lesin me UÇK, mbrojtja dheut e Zelenski kneje, o vllavi jam, unë nuk jam navijaç i kurkujna në këtë dynja, bash i kurkujna përveç i pejgamberit alayhis salatu vesselam. Unë jam navijaç, unë jam mbështetës, unë jam njeri tentoj, kam ambicje të jam studioz, i studioj senet, fenomenet, dhe si të tilla mundohem t'i ndaj me ju. Nëse sot them kështu, nesër them kështu, nuk është çështje ndryshimit të qëndrimeve, por e ndryshimit të objekteve të cilat në një moment të caktuar jam duke i diskutuar. Pra, problemi i Ukrainës në këtë rast e kam pa që atë botë se është vend ring, ku Rusia me Amerikën po fillojnë rishtas me enda botën, me kalimin e kohës, e kam pa, besoj bin shumë hala, se Kina është e të reta aty dhe si përfaqësuese, e përmena pak të fillim, si përfaqësuese, si një shtet që po mundohet me majt baraspesha, si kur India deri dikon, po Turqia është faktori i 4, fuqia e 4, që deri më tani po mundohet me imbaj disa balanca, sidomos në luftën e Ukrainës. Dhe dorën zemër, nashta dikon muj me preken, po balanca man ai i cili s'ka fuqi të përcaktohet knej ose knej. Ose ta vendos veten si faktor dhe të pyetet pastaj se kush do t'i ngjitet Turqies. Megjithatë, arritja e Turqisë deri në këtë nivel, ku është tani që i ruan balancat perëndimore, lindore, tregon se është fuqia e 4 në botë e padiskutueshme. Sa për shkak e sidomos për shkak të rajonit dhe politikave balancuese që kanë qenë shahdamari i diplomacisë turke nga koha e Ataturkut e deri më sot, e përtej kësaj edhe fuqizimi i viteve të fundit, ekonomik, ushtarak, në industrinë ushtarake në të gjitha anët dhe dihet se ku ka ardhur. Nga këto bëran analiza ime, sinteza ime e ngjarjeve të cilat mua vetvetio po më
përfaqen përpara, si në atë rregullin e logjikës të cilën e shpjegon Leibnizi më së miri, reprodukimi i së tretës nga dy të njohura të mëparshme. Kur e një nishen, e një edhe dyshen, treshi të paraqitet vetvetio përpara. Shkojmë më tutje. Ekonomia ruse, përderisa njerëzit e kanë pritur se do të dështoj ekonomikisht, ka ndodhur e kundërta. Që të jeni të sigurt, edhe mos them ngano mua, mos ngani ata që flasin edhe për Rusinë edhe këto ngjarje të mëdha nëpërmes lupës ta quaj pseudo patriotike, mashtruese. Për shka them se është forcuar? Sepse është shndru nga një ekonomi civile në një ekonomi lufte. Në rrethana të luftës gjërat mirën kontroll më ndryshe. Rusia, duke i përdorur resurset e veta nën-toksore dhe mbi-toksore, në kooperim me Iranin, me Indin deri para 1-2 javë, 3, me Kinën dhe sidomos me Koren, e ka zhvillu dhe avancu industrin ushtarake sa në 30 vjetët e fundit. A mund të besoni? Dhe ato janë pasuni të pashtershme të cilat do t'i përdor në të ardhmen. Për te i kësaj, meq nga perspektiva ekonomike, i kanë ndihmu shumë edhe demografia, si dhe rajoni i madh. Pra, ekonomia e luftës e përqendruar në prodhimtari të armëve, municioneve, raketave, dronëve, aeroplanëve dhe të tjera, demografia e madhe, rajoni i madh dhe synimet ekspansioniste të putinizmet, për të qenë faktorin nëse jo numër 1, e nëse nuk pranon numër 2, atëherë i barabart me Amerikën dhe Kinën për t'i nda interesat e së ardhme. Në anën tjetër, në këtë luftë, e sheh Ukrainën, t'kurje demografike, t'kurje rajonale, geografike, dëmtime marramense infrastrukturore, varësi e thellë nga mbështetja financiare dhe ushtarake perëndimore. Pastaj ikja enorme e njerëzve nga aty, mbi 10 milion ukrainas sot iki në Evropë, ma shumë se që patën ikë shqiptarët nga Kosova, shumë ma shumë, dhe mbi të gjitha këto, miq, një leadership i cili nuk i kupton raportet ndërkombëtare. Prej artistit cirkus, komedian është, cirkus, Zelenski hop shklup. Sikur e terminologjia e jon, hop shklup pej zarfit. Vish kur e sheh presidentin se ta pronën që ta. Boris Zelenski, njeri pa pas haber në politik, president i një fuqie ndër 20 fuqit më të mëdha të botës, me pozicion strategjik. Po qysh mos më lujt me këtë, nëse Allah e ka falë që ashtu, po shkurta beq. Vish po bëhet pak ma i gat me ato këpust ushtarake me shtikla që pika, për ndryshe, qysh monët ky njeri me udhëheq? T'kurja demografike, dëmtimet infrastrukturore, t'kurja knejt, t'kurja teritorit, t'kurja knej, plus leadership i pa aft për ta prue punën këto. Jo ka desht me pështu, jo s'ka desht me pështu, jo ka desht, ka mujt, heq mos me hinë zgjedhje. Ka mujt, heq mos me ardhen aty. Ka mujt, heq mos me bo problem as 2014, as 2017, as 2021, as heq me këshyr punën e vetë dhe me e parapa se po mo ish ka miko
që se ka lillah fillah hakikat riza lillah, me të lëshum bunar, me marën ato shkat kara aty, dhe konopim pastaj me të lëshu për mi kryu atje poshtë. Erdogani ka pas thanë, mos ju besot dove që të lëshojnë në bunar me konop, me litar e të lëshojnë pastaj mbi kokë se mbetësh atje poshtë. Dhe, për te i të qenurit besnike, burri mirë në politika, burri mirë, po ka, kështu, edhe mrena edhe jashtë, po për te i të qenurit kështu, s'paku vizionar, o vlavjem, me e pështue popullin edhe me thonë se jo, ne nuk dëshirojmë që Ukrajina të shndrohet në arenë ku byrytën kijet e mdhaja. Nga perspektiva e rendit botnor, edhe po kthejna në fund se erdh fundi i kësaj, po kthejna në fund të plani. Konflikti në Ukrajin, lufta në Ukrajin, se dhone me këtë terminologjin konflikt, e ka ringjallur rivalitetin e fuqive të mëdha dhe po teston vazhdimisht kohezionin e kujt? E fuqive transatlantike. Evropa po shihet se çfarë dëshiron, po shihet Amerika se çfarë dëshiron, dhe në pyetje janë 3 skenar. Një, ose një paqe e ngrirë, ku fronti stabilizohet dhe teritoret mbeten të ndara për një periudhë të caktuar. 2. Fitore e pjesshme ruse, nëse perëndimi redukton ndjeshëm mbështetjen e saj për Ukrainën. Dhe 3. Stabilizim pro-ukrainas, që është i mundur vetëm me një luftë frontale të NATO-s me forcat ruse. Dhe kjo e fundit, si pas analizimit të gjithë faktorve, kjo e fundit nuk mund të vijë pyetje, e dyta deri dikon, por e para është më e mundshmja. Përse e them këtë? Përse them se janë 3 çështje në pyetje? Duke analizuar qëndrimin evropian miq, për ta kuptuar edhe më mirë, edhe më thellë, problemin e Ukrainës dhe epilogun se cila prej këtyre trijave është më i përshtatshëm dhe që do të realizohet në Ukrainë, duhet shikuar me kujdes 2 gjëra. Një, qëndrimin e BE-s dhe shteteve kryesore evropiane ndaj luftës aty, dhe e dyta, mosmarrveshjet më të mëdha dhe më të rëndësishme, më të thella midis Evropës dhe SBA-ve. Shikuar fillimisht këtë të dytën, mosmarrveshjet e SBA-ve me Evropën janë shekullore. Evropa ka qenë pushtuese e Amerikanëve, e Amerikës. Eterit e Amerikës që po i përmenjën e George Washingtoni, ai tjetri, pastaj ky James Monroe e sene, eterit, ata 4 presidentët e parë të Amerikës, ata kanë derdh monde djerse me mija Amerikanë kanë vdek për të shliruar nga britanikët, e para saj nga francezët, e para saj nga holandezët. Dini jo se New Yorku e ka pas emrin fillimisht New Amsterdam. Në emrin të qytetit Amsterdamit çka kemi këtu në kontinentin ton, se përshti edhe vetën në evropianët. Kështu? Dhe kjo ky konflikt, apo kjo konkurencë evropiano-amerikane, si përbashkësi, si paqe, si solidarizim mes vete, është rezultati i interesave që i kanë ndërthur mes vete. Lufta e parë botnore, lufta e dytë botnore, ndihmesa Amerikës që i ka bo. Por ndryshe, janë konkurent të papresedant për interesat e tyre. Pra, tek rasti i Ukrainës, qëndrimet e Evropës ndryshojnë shumë.
jo në përmasa një armiqësie të hapur ndaj shëbave, sepse edhe zguxojnë, sepse i kanë dorë, sepse lëkura e ariut e ujkut polar qëndron mbi kokat e kryeqyteteve evropiane, dhe se her fillojnë me utrash, e shohin lëkurën e rusit dhe pastaj kthehen në peshën e dëshiruar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të i kësaj, të nderuar, Evropa është mundue që as të mos hynë në front të drejt për drejt me Rusin, por as të mos e let të dorëzohet Ukraina. Për kundër qëndrimeve të shëbave, se duhet luft më e ashpër me Evropën, andaj kërkoj nga vendet, ekonomia e vendet evropiane, ekonomia të cilave varej në energjetik, nga raporti I tyre me Rusin, që edhe këto vendet të ndërpresin bashkëpunimin ekonomik me Rusin. Edhe nëse dëmtoheni, ju thejke Amerika, Evropës, Trumpi, e une që po dëmtona me triliona, me qindra miliarda dollar që po jap për juve edhe kundër Rusis, po edhe ju dëmtohuni pak, edhe ju ndërprene tregtijen. Pastaj u detyrue Evropa si rezultati qësaj të gjej alternativa energjetike. Këtë përparimin e industrisë rikëthyshme, pastaj të djelit, pastaj burimet të tjera në Indi, në Iran, pastaj me vendet arabe, me Katarin, me Egjiptin, për me ble gaz të Egjipti që ja prishi marrëveshjen 72 miliard dollar Benjamin Netanyahu Egjiptit me Evropën, që një kjalshejke atë gazin aty për inati se nuk po I pranon palestinezët e sene. Pra përveç që humbi Evropa ekonomikisht shumë u dëmtua dhe u godit, ajo edhe një duplo filloi të humb me fillimin e gjetjes së alternativave për të liruar nga presioni I energjetikës që vinte nga Rusia dhe për të mos e lejuar Rusin që energjin, naftën, gazin e saj të mos e përdor si që kanë mbi këto kryeqytetet, kulturat dhe kombët evropiane. Kjo është e dyta. E para, qëndrimi I BE-s dhe I disa vendeve kryesore të Evropës është I rëndësishëm për shkak se nuk ka kompaktibilitet midis vendeve kryesore të Evropës në raport me Rusin. Gjermania ka raport ndryshe, sepse interesat qytetarëve të vetë janë në pyetje, sepse ekonomia është në pyetje, sepse me mija, mos të me miliona vendet njerëzve po mbesin pa punë, po mbyllen fabrika, po reduktohet dhe të kurrët buxheti për shkak të rritjes së buxhetit në ushtri që po kërkon nevoja, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe natyrisht tërthorazi I bie investime 4% e 5% të bruto këti bilancit ekonomik për NATO-n, zhvillimin dhe forcimin e NATO-s, e mbrojtjes nga Rusia dhe të ngjashme. Përveç kësaj, disa vende, Hungaria, vendet e Ballkanit perëndimor, e qebesa edhe Spanja të ridikon, edhe për shkak të raporteve historike. Vendet ortodokse, Greqia, për shkak të raporteve ideologjike fetare ortodokse. Pra, ka një shthurje mes tyne për të ardhur në një qëndrim të prerë dhe për të marrën me Evropën. Plani miq ka hala shumë shka kisha mujt me fol këto, por po I bie në fund. Plani 28 pikësh, bazuar në atë që shkruajtën gazetat kryesore amerikane, sidomos revista Foreign Policy, të cilën unë e përcjelli miq, ju kom thënë që I përcjelli revistat, për ditë lexoj diçka në Foreign Policy. Është det.
analiza që i gjanë aty e sene, opinionet, janë kjo dhe Middle East Studies, janë dy të forta, nejse, si pas Foreign Policy, plani hartohet nga sekretari Marco Rubio, nga i dërguari special i Trumpit në lindjen e mesme Steve Witkoff dhe nga dhëndri i Trumpit Jared Kushner. Mirë kanë thonë një njeri që nuk e ka një dhëndër, një shtëpi që nuk e ka një dhëndër edhe se di e përmenin diçka tjetër, nuk ka shtëpi. Këtë Allahi e ka bohe qirak Trumpin, çfarë dhëndri, Jared Kushneri shka po i dohet Trumpit kjo përja krynë. Si do që tjetë, Marco Rubio, Jared Kushner edhe Steve Witkoff janë tre të cilët e kanë përpiluar këtë plan. Mirë po, në konsultim me Kirill Dimitrievin, i dërguari special i presidentit Rus për investime dhe bashkëpunim ekonomik. Pyetja bazë që shtrohet dhe do të shtrohet në fund të fundit të kësaj video. Ukrajina ka qenë e përfshirë në qëtë plan. A ka pas djeni Zelenski? Ja nëse në Ukrajinë pranojmë, jo se pranojmë, por zbulohet se Ukrajina ka qenë e përfshime. Zelenski e ka ditë dhe e ka angazhue Rustam Umarovin, shefin e sigurisë kombëtare, që të jetë në kontakt me Dimitrievin, me Zhanerin, me këtë Witkovin edhe Rubio, që në konsultat të përbashkëta të vihet në një plan. E se si do t'ja shesëm në popullit të mjerë të Ukrajinës më pastaj dorëzimin ton, nuk e di, por ka qenë edhe Rustam Umarovi i angazhuar në këtë plan. Rusët, Ukrajinasit dhe Amerikanët pra janë ata të cilat e kanë pranu. Andaj deklarata e sotshme gati tu kajt e Zelenski se jemi në ditët historike, jemi në ditët më të vështira të ekzistencës sonë, se në ka ardhur puna, ose me humb ftyrën dhe mu dorëzu, ose me humb mikun kryesor, Amerikën deshke me thanë, ne sot do ta pranojmë faktin e krymë se jemi para sfidave më të mëdha, ditë në të cilat teritajten i ka dhënë afat, se Zelenski ja nisi me livrit bishtin, a? Jo që e kom të lësum, jo, qëfar të lësumi, pse me pas të lësum, po du me folë vazhdimisht në vijën asaj që unë vazhdimisht e kumë thonë. Gabim është të shku politika Ukrajinës, duhet lëvizet, e njëjta politik me pashu edhe në Kosovë, u QK-ja, ose në Shqipni, të njëjtën e kisha thonë, duhet televizet, të njëjtën e thonë edhe sot politika kosovare, duhet të ndryshoj qasjet e veta, ne imi të shku ka humnera, neve mundet me na pështu sot vish naj intervenim, naj dridhje tektonike e shtëpisë bardh, edhe me thonë ti shko, ti hajdet përveshi me i kap klasën politike, se dojnë me e shkatru Kosovën, dojnë me e bankrotu Kosovën. Mosum komentoni mu kur shkrujën e status aty, jo kjo maj mirë, jo Albini, jo i tjetëri, jo Hasani, jo Hyseni. As një në raport me Kosovën, dhe interesin e Kosovës nuk e njone. Hiq bash as një. Dhe për mu është maj mirë jaj, që unë e vlerësoj se është maj mirë për interesin e Kosovës, jo për interesin tem personal, se bash 5 pare si ja për kërkon hiq. Në raport politik, në raport njerëzor, kulturor, respekti, natyrisht. Pra, Zelenski ka qenë dasht me e kuptue se ka po i vje puna dhe jo me dal në ditët e fundit të bankrotimit të Rusis, të Ukrajinës, që e ka shndru e venin e vetë, që i është shndru e venin vetë në një arenë ku për lahën të tjeret për interesat të tyre, mos me pas trun, edhe me lëviz në raport të ndaljes dhe parandalimit të kësaj. Ani, pushtom Amerikë, pushtom Rusi, por unë nuk kom e ta pru punën. Ti merma me zër, por unë me qef nuk kom e ta dhonë. Dhe ka mujt me e parandaluar. Ukrajina, Rusia, për një dit për javret 1.200 ushtarë. Veç par djen 1.000 kilometra ka hecë për para ushtria e Rusës dhe Donbaski me ato qytetet e tjera, me Zapolozhia, me të tjera, Zapolozhia po mbetet sa po shihet si pas planit via kufitare, këto pjesë e tjera me Krimeën të Rusisë dhe Ukrajina të mos hyjë në NATO dhe për fund të fundit
Për të gjitha këto që po i bëjmë, në planin 28 pikë shkruhet fjalia e Trumpit se Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të i kompenzohet materialisht mundi dhe harxhimet që po i bën tani dhe që i ka bë deri më tani. Natën e mirë.